Do tani jam njezull. Në fakt du me sjell një etyt për rrugën, më pëlqen shumë njezull, po më pëlqen edhe fakti që ka rruga asfaltume dhe jam me Fredin. Fred Shtin që punon ke bashkia, e kam pas mik dhe vazhdoj ta kem mik të hershëm. E kam pas dhe drejtor. Fredo dikur. Drejtor kulture e kam pas Fredin, koleg, thot Fredi. Absolutisht është nga djem më fisnik të jezullit edhe të shenjtë. Absolutisht. Por mbi gjitha, unë Fredin erdha këtu të filmu dhe e pa ashtu punu, se ky vetëm di me punu, është punëtori i madh. E Fred, po punon shumë me hangër pak? Ja, me hangër ai si punon edhe han mirë. Është shumë bukur. Shiko, rruga. U ka dhënë frym për marrë, është një arterje e jashtëzakonshme. Është një zgjidhje për fshatin tonë. E pafund. Na ka kënaq, na kupton. Shiko tani, se rrugë nga i herë duhen për ata që punojnë. Dhe për shembull, o shkon për shtat që një rrugë efektive t'i bën një njeriu punëtor. Se ka për shembull që bëjnë rrugë, po sprekin punë me dorë. Tani unë qytetin e du vetëm me radhë puna dhe me pi një kafe. Edhe pi kafe. Për tjerat, ti punon vazhdimisht. Gjithë këtë okollën, po shoh, jashtë Fredin. Ja. E kem ti shoh këtë punëtorët e bashkisë, jo ke kafe atje. Ti shoh kështu si punon Fredi. Shiko Fredi, ç'a ke mirë unë shoh ke po vresht, ku diun ç'ke. Po gjitha, ja. Këtu kam edhe një misht për baktin, 3 dy një misht, ja. Pra kjo këtu. Po, ma kthe pak kamën si shohim këtu. Ja. Kjo këtu. Se shoh Sahara i shoh pa mirë me gjitha ne. Lakër, shumë mirë. Brokoli, lule lakër. Pra këtu ke lakër që shoh këto lakët e hershme. Po, lule lakër, brokoli. Brokull, po. Lakër bardh, lakër të kuqe. Shumë bukur. Të gjitha. Pras, spinaç. Spinaç periodik, që është 12 muaj është jeshil. 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 Dhe sigurisht do bën ti zgjegjë apo? Ja. Veç kafe sheqer. Vetëm kafe sheqer. Afërsisht sa tokë manipulon domethënë që punon? Punoj rreth 72 lëm. 72 lëm. Bakti sa baktike? Bakti kam një 40 dera. 40 dera? Kam një 70. Ç'a thua? 2 lop, një 100 pula, një 10 rosa. Po, i filmova do atje. E po sa bukur se kanë edhe kështu, kanë edhe rikuizit fshatit tamam. Duhet me dal te bio. Te bio, okej. Në kohë që ke derat, se pra ne themi që janë mundësi për të nxjerrë midis, se nganjëherë vetëm çajmi, vemat e gjurdinë e zezë në shtëpinë, e tjerë fakt njerëz që punojnë bëjnë këtë punë. Tani që erdha asfalti më shikon, ja. Po, këtë punë. Dhe kemi parasysh është ora rreth orës 2. Rreth orës 2 që Fredi vazhdon të punojë. Sa orë ditë punon pak a shumë? Të shtëpia? Edhe me 2 orë natë, fut në mrena. Me 2 orë natë. Punon edhe i ke kultivuar dhe fëmijët që të punojnë? Të gjithë patjetër. Bravo, është mrekulli. Në kanë një mur ato, se pas tani mur ato, ç'a të bëjmë veç në minutja? A shumë kënaqësi me Fredin. Falenderojmë. A shumë kënaqësi, sinqerisht do unë dua që një ditë shoh sa më tepër njerëz si puna Fredin. Sepse kjo rrugë është bën, edhe sheshet janë është bën atje. Unë shoh njerëz që punojnë atje, po shoh dhe tokët pa punuar fare Fred. Është një zgjatimi i qytetit. Zgjatimi i qytetit. Jo, shoh zgjatimi janë të tjerat. Po kam burrë se po përmend emrin fshati, që ka vetëm djerrin. Edhe kështu bart kesh se të ketë e ferra. Po fare nuk punohet. Kjo është një mrekulli. Bravo Fred, edhe turej. Turej, dhe falë se i kam durë pjesë. Turej edhe fshatin tuaj për rrugën e bukur që është bën. Faleminderit. E meritojnë këta. Faleminderit. Do shkit shoh tani për te nga shtijeit. Faleminderit.